Faleminderit zonja nënkryetare e Kuvendit. Para se të ndalej për disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare në Shqipëri, dua të them dhe unë diçka në lidhje me largimin e fondacionit Hans Seidel nga Shqipëria. Ky është lajm shumë i keq dhe fakti që pas mbi 30 vjetësh që ndihmon Shqipërinë largohet në këtë moment pa dhe në një shpjegim objektiv, sigurisht që është një lajm shumë i keq për ne. Për sa kohë, ky fondacion ka një kontribut të jashtëzakonshëm për shoqërinë shqiptare, veçanërisht për forcimin e administratës, për forcimin dhe rritjen e kulturës politike në Shqipëri. Personalisht u jam mirënjohës, sepse më mend që kur kam qenë student, kam marrë pjesë në shumë prej trajnimeve të këtij fondacioni, dhe do të dëshironim të kishim edhe një shpjegim më esencial sepse ky fondacion në këtë moment largohet nga Shqipëria, aq më tepër në këtë moment ku kemi sfida të tjera për të trajtuar. Pra ky është një lajm i keq. Zonja nënkryetare, do të dëshiroja të kisha ministren e brendshme këtu në sallë, e cila ka vendosur të iki, sepse në fillim të muajit nëntor erdhi në një seancë ligjimore në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, edhe u mburr që kemi numër më të vogël të vrasjeve në Shqipëri, rreth 29 vrasje, duke thënë që jemi një nga vendet më të sigurta në Evropë. Dhe pa kaluar gjysmore nga kjo deklaratë, në Rinas, në vendin më të ruajtur në Shqipëri, vetëm 20 metra larg zonës VIP të aeroportit, ndodh një ekzekutim mafios ndaj një personazhi që fatkeqësisht humbi jetën i grupeve kriminale, i shoqëruar nga një oficer i strukturave të policisë që dhe ai humbi jetën. Por jo vetëm kaq, gjatë gjithë muaj ka pasur edhe disa ngjarje të tjera kriminale, të cilat tregojnë sa larg jemi një vendi të sigurt. Pra ne kemi pasur vrasjen e një 36 vjeçari në Gjorëm të Selenicës. Kemi pasur në datën 25 një atentat mafios pashtu në Lushnjë dhe vrasjen e biznesmenit Hyka pak ditë më përpara në Elbasan. Pra, vetëm në 30 ditë kemi 4 ngjarje të rënda kriminale mafioze dhe nuk e kuptoj se si ministria ka guximin të thotë që ne jemi një vend i sigurt. Pra brenda një muaji. Pra kjo do të thotë që krimi organizuar në këtë vend ka aq siguri dhe ka atë mbështetje politike dhe të policisë sa në vendin më të ruajtur në Shqipëri. Pa pikërisht 20 metra larg hyrjes ku futet kryeministri dhe të gjithë personalitetet shtetërore për të udhëtuar, që është teorikisht do të jetë vendi më i mbrojtur, kryet atentat mafios. Nuk pati asnjë përgjegjësi për këtë. Asnjë analizë. Refuzon drejtori i përgjithshëm i policisë Japi Dorëqen, refuzon ministria e brendshme të mbajë një qendrim. Me sa duket kjo ministre është mësuar që sa herë që njerëzit mund të kenë një hall të vendi drejtojnë asaj personalisht, se ajo kështu e konsideron. Pra kur ke një hall drejtohet ajo personalisht, ndërkohë që është e paaft të mbajë përgjegjësi politike për pozicionin që ka, sepse ka rënë siguria kombëtare. Në vendin më të ruajtur bëhet atentant mafios edhe na thuhet që jemi më i sigurt në Evropë. Pra kjo nuk ka nevojë për koment. Dhe aq më tepër që ministria nuk guxon të bëjë një qendrim, nuk guxon të thrasë drejtorin e përgjithshëm të policisë. Nuk ka ndodhur kurrë që ministria e brendshme të mos e ketë nën kontroll drejtorin e policisë ta thrasë. Drejtori i policisë nuk jep llogari askujt. Por një tjetër ngjarje ka qenë vërtet e frikshme këto ditë, nëntori, që është një ngjarje e paralajmëruar fatkeqësisht, ku një grup adoleshentësh në Durrës dolën nga shkolla dhe goditën njëri tjetrin me thika. Njëri prej tyre ende lufton me jetën në spital.
është vetëm 15 vjeç. Është motamo si ngjarja me Martin Canin afërsisht një vit më përpara, i cili humbi jetën fatkeqësisht. Atëherë na u morën dhe masa, u mbyll dhe TikTok-u, sepse u gjet fajtori. Sot nuk flet njëri më për këtë gjë. Ndërkohë që dhuna në shkolla është bërë një fenomen i frikshëm. Flisni pak me prindrit. Kanë frikë të çojnë fëmijët në shkolla. Mësuesit ngrenë duar lart, nuk marrin përgjegjësi. Kanë frikë të flasin mësuesit. Edhe në rastin e Durrësit, kur ju kërkua drejtoreshës së shkollës të thotë diçka, nuk flasta sepse ndodhi jashtë derës së shkollës. Ka frikë drejtoresha të flasi, sepse është në kontrollin politik. Ndërkohë, nga monitorimi që është bërë shkollave, nga institucionet ndërkombëtare, siç është UNICEF-i apo Save the Children, vitin e kaluar raportojnë që mbi 40% e nxënësve në shkolla kanë pësuar dhunë fizike dhe më pak se gjysma i kanë raportuar. Më pak se gjysma. Çfarë zgjidhje ka për këtë Ministria e Brendshme? Një policë të dera. Vjem një policë të dera aty edhe nuk ka më dhunë në shkolla. Dhe nuk e di se si ende Ministria e Brendshme nuk mban një qëndrim për këto ngjarje kriminale. Dhe aq më tepër kur thot që jemi vendi më i sigurt në Evropë. 29 vrasje thot. I vritet biznesmeni me snajper në Elbasan, vritet një tjetër antar i grupeve kriminale në Rinas, ministria ende nuk ka aftësinë të mbajë qëndrim. Tani, çështja është që në këtë situatë të kriminalitetit, problemi është që familjet shqiptare, prindrit, janë një situatë në të cilën duan përgjigje, duan zgjidhje